Partia Demokratike ka dorëzuar në prokurorinë e Tiranës kallëzim penal ndaj dy drejtuesve të policisë, asaj bashkiake dhe asaj të rendit, për dhunën e ushtruar ndaj protestuesve në parkun e Liçenit. Deputeti Arben Ristani beson tek prokuroria se do të nisë një hetim të pavarur pasi është një ndër institucionet e pakta të pakapura nga qeveria. Sipas Ristanit, dhuna dhe ndalimi i protestuesve me maska nuk mund të përligjet nga policët bashkiak, të cilët nuk duhet të jenë në përtubime të tilla dhe policët e rendit pa numra identifikimi. Arrestimi dhe ndalimi i protestuesve paqësor të Partisë Demokratike për më tepër me dhunë me maska, siç dhe i pat, e gjithë performanca e policisë atë ditë ka qenë në kundërshtim me ligjin. Në tubime të tilla policia nuk shkon me armë, nuk shkon pa numra identifikimi, siç ishte. Për më tepër, policia bashkiake nuk është e detyruar nga ligji dhe nuk ka tagrin ligjor të merret me tubimet. Për Arben Ristanin, kolegu i tij Strazimiri nuk ka pasur armë vete gjatë protestës së djeshme dhe ky linçim i tij bëhet për të ndryshuar fokusin e betejës me qeverinë. Është një lojë që zhvillohet për të tërhequr vëmendjen nga gjërat kryesore, nga betejë kryesore që ne kemi me palishmërinë. Jens Strazimiri nuk ka patur armë dhe nuk kishte armë. Kauza e betonizimit të Liçenit për Partinë Demokratike nuk do të kufizohet vetëm në mbrojtje të parkut, por me të gjitha palishmëritë që qeveria po bën ndaj qytetarëve të saj.